Jeta shef me mbroma, jam një djalë që punoj në parking, punoj me turne, edhe ky që shihni në foto kishte parkuar makina dhe kishte për të bërë një pagesë prej 57.000 lekësh. Ndërkohë që më paguajti vetëm gjysmët, paguajti domethënë 37 dhe 20.000 lekë nuk i kishte me vete domethënë sipas gënjeshtrave të tyre. Si ka mundësi më valla, një pyetje desha me të bëj, publike. Të kesh 100.000 euro makinë e ku vjen përfundimi mos kesh 20.000 lekë mi paguajt me valla. A di se 20.000 lekë kemi ditën e punës ne si punojmë si skllav. Ka pyetje desha me të bëj, qa lloj nderi ke ti për veten tënde valla. Mirë se mbo dam mua tjetrit e tjetri, po do të kesh i qik autoritet për veten valla. Bosh vetëm për 20.000 lekë nuk e kuptoj këta lloj njerëzish apo. Edhe pastaj thot pse më xorre publike. Kjo pra, do ta bëj publike se punoju për 20.000 lekë dita dhe të paguaj domen tanë se vje parkoti makinë 100.000 euro. Po nejse nuk ka problem, falënderit jeta shef.